Passo në Top Albania Radio. Mirëmbrëma të gjithëve, miq të Passo, takohemi si çdo javë në Top Albania Radio. Jemi gjithashtu në Digital, në kanalin Sport News, në këto 2 orë për të diskutuar për sportin, për ngjarjet e rëndësishme që kanë ndodhur gjatë kësaj jave. Ora eksakte është 6:08 minuta dhe mundsohet nga Verde Watches. Prezantojmë Ed Manushin. Ja ku e kam një orë të re ti sot. Sapo e ka marrë ke Verde Watches. Mirëmbrëma Glen, mirëmbrëma të gjithëve. Lorenzo Mini. Mirëmbrëma drejtor, ta gëzosh Rofshi. Gzim Sinemati. Mirëmbrëma. Si ka qenë java? Si shkoi kjo periudha që nga procesi deri këtu, që nga hëna deri të premten? Ç'a ndodhi në gjë specifike? Java për mua dhe për ty ka qenë me shtiz, me flamurëzi. Jemi mundur në padëll. Jemi mundur në padëll, jemi mundur pastër Manush. Nga rival me nivel, nga rival me nivel. Ka dhe humbje, ka dhe fitore, ka dhe humbje, ka dhe fitore. Kush ishte e rëndësishme është që keni hyrë në botën e padullit dhe jeni nga ata njerëz që kam dëgjuar që humni shpesh, po humni me dinjitet. E rëndësishme është që po 12 bukura janë një fitore ngushtuese. Po Lenci Mini për shkak nuk një humbje fare. Redi ka qenë fitues. Po Lenci ka kollaj se lume politikan dhe i rreth ata. Po, Ti Lenci e bën në padull nga më të fortët. Nga më të fortë. Nga, si jeti në renditjen e 5 parëve? Je në 5 parë apo je më poshtë? Po edhe mundet. Shishi edhe mundet sa modest. Po të smurën ja 2 futet në 5. Që ti jesh Ti çel hyn para kohë që se thonë në botë thonë që është sporti 50 vjeçare, 60 vjeçare. Ti ke qenë para 50 vjeçare. Ne mezi afrohemi unë aty. Ti hyn para kohë. Po thuaj 80 jam rregull. 80 jam i kompletuar. Në Shqipëri kjo që thot Manushi është e vërtetë, që është sport me mosha kështu, po ne kemi në tenis atje mbi 80 vjeç niko. Nikos Tamon. Domethënë shumë si ka. Ne kemi e themi këtë për ta zdramatizuar se java ka qenë plot me futboll. Ka qenë javë dramatike për Real Madrid. Do flasim sot për kampionatin spanjoll, për Realin, për kampionat shqiptar mes javë. Kampionat shqiptar, një deklaratë që ka bërë një ish trajneri Kuksit Longo që ka çoroditur pak situatën këtu sepse bën një deklaratë shumë të rëndë për kampionatin shqiptar, thotë është më i korruptuar. Kjo është deklarata e tretë që vjen brenda 2 javëve, se beri trajneri i flamurtarit spanjolli, beri lojtari i flamurtarit po spanjoll, Rodrigo. Ky është i treti, po kjo e këtij ishte shumë e ashpër. E diskutojmë pak të deklaratën e Longos. Kjo bëhet ke Gazzetta dello Sport, falnici. Që është domethënë nuk është. Po ajo bën në gazetë spanjolle, nuk është për mos të marrë seriozisht. Po kjo ishte shumë e fortë, se ishte se thotë është kampionati më i korruptuar, se ky. Po të thosh kampionati më i korruptuar për kampionatin shqiptar, nuk e di ku i kanë syta. Po bravo. Liga shqiptare thotë është më e korruptuar në botë. Kam parë shumë gjëra të papranueshme, edhe episode që bien në sy, thot Longo. Tani, e para një, këto trajnerë që ikin dhe flasin kur ikin, duhen marrë pak me rezervë. Apo jo. Se në fundit pse s'foli kur ishte këtu? Të gjithë kur ikin flasin. Një që flet. Tani si është mirë. Si është mirë që ka flasë apo mos flasin. E para një është mirë flasje, e dyta unë spendoj që njëri ai ka treguar edhe një episod, që ikën që këtej dhe thotë të vërtetën, neve tani të habitemi. Pse se thatë, neve tani të shqetësoj me faktin që ai këtë të vërtet se ka thënë 1 muaj, 1 vit apo 10 vjet përpara. Po jo, po edhe tani, kjo tani që flasin kur ikin. Ti o zotërit, ne duhet na lindi këtu dyshimi që ky po thotë vërtetën apo po gënjen. Mos po shpif ky njeri, mos duhet çun gjyq ky edhe kështu gjërash, apo thotë vërtetën. Ne gjithë katër këtu mendojmë që ai është një zë që ka rrezikë shafër të së vërtetës. Hajde gëzojmë kësaj. Ose përndryshe ta hedhim gjyq atë ti kërkon dëshpërblim për imazhin e ligës tonë që po dopton në botë. Ai që duhet çuar në gjyq duhet çuar. Po mirë më ta çojnë nëse kanë. Pastaj sa të drejt ka ai, sa i merr një rast një ndeshje që tani kush e vërteton që ajo ndeshje. Tani po sa ashtu i drejtë gjyqeve se kjo është shumë fare. Ai duhet çon gjyq thot. Nuk duhet çon gjyq futbolli jon. Po çosh gjyq atë që flet. Ky është e bukur, nuk çon gjyq futbollin ton. Vazdoi futbolli jon të tërbohet. Ky flet javë për javë se ç'a ndodh, edhe kur thot një italian bëhet xheroz, pse thot ai se thot ky. Sa i e çoj më thellë se thot Lenci. Jemini ka një gjë. Çi të them një gjë të bukur më. Para ca vitesh në emisionin ton në televizion, doli një ditare dhe tha diçka për Dosenën, në mënyrën si iku Dosena. Kujtohet ty? Atëherë edhe unë i thash iglitares o igli, po pse s'folet që në ato momenti thash se e vërteta nuk është si vera, që sa më shumë të bëhet e vjetër, bëhet më e mirë. E vërteta duhet thënë, nuk duhet lënë, nuk mund të futet në depo, edhe në errësirë. Dhe më e bukur është më vonë mora vesh se si kishte qenë historia. Historia na kishte qenë që kur presidenti jo ndërhynte, ke trajneri, Dosena i kishte thënë presidentit që më falni tha, juve tha mos keni marrë Gjukoverçanon, që ndërhyni deri në këto detaje, deri në të lloj niveli. Dhe ai nuk e çonte deri në fund. Po thuhet paktën që kështu ka ndodhur. Tani imagjino kur ndodh këtë trajneri kombëtar që ne para 20 vjetëve kaq kemi ndërhyr,
Tani themi që pse flet ky kur ikën. Atëherë mos pranoj fare të vi këtu, se do i thot Safet Gjiçi që ka qenë presidenti i tij, Safeti ka qenë me Kuksin. Po, atë Safeti ka qenë. Ti thot atij, ore ky kampionat ka kështu gjona është. Edhe më e bukur ishte që ai kur bënte deklaratën thoshte që i thash presidentit që në atë kohë ishte kryetar bashkie. Tregon një episod të një ndeshje Kuksi me Partizanin. Duhet thrasim ta, duhet bësh luftë ta, se kjo që ndodhi tha është e rënd ta. Bësh luftën tënde kështu. I tha pse bën kështu ti? Kishte shumë ngjarje në ndeshje. Me këto gjona i tha se unë smërzitem për këto. Domethënë tregon që ne i përtypim këto, jemi mësuar ato gjona. Vet Kuksi ka përfituar, një ditë do pranoj edhe viktimën. Mirë tani. Kjo histori është. Edin, pse bën këtë deklaratë? Si mendoni pse bën këtë deklaratë? Lig. Nëse do kishte rregull, ai duhet të hidhej në gjyq. Por duhet merrej që të shikoj. Po si kemi ne lig, ne kemi shumë se lig, ne kemi lig. Ne kemi federat, kemi çdo gjë. Për mendimin tim dhe ky dhe që ka përmendur zotrin për mua dhe ky duhet të jetë në gjyq, sepse ai ky Safeti. Që i ka thënë që më ka ç'a muhabete kafeneshën këtë. Si mund thuash ti dalësh thuash kampionati me ç'a bazë? Si? Që është dhënë një penalti, po themi, apo iku vari. Pse herë para që ikën vari këtu? Ora, mos u ndinja Olenzo se jemi akoma dënuar 10 vjet. Po doli një. Jemi akoma dënuar 10 vjet. Akoma s'kemë marrë dënimin. Ky ka ardhur neve po na u prish sipa. Unë referohem edhe trajnerit të flamurtarit më. Ai në 5 ndeshje mori 1 pikë dhe pastaj kur iku tha kampionati më i dobët më. Po ç'a më i dobët? A mori 30 lojtar ai trajneri. O Lorenz, ne na dhëm në shpirt kur del njëri ke Gazetë dello Sport edhe thot jeni kampionati më i korruptuar në botë sepse ne jetojmë ne jemi faktor të këtij kampionati dhe jetojmë me këtë. Thelbi është ky që ka 2 tablo të rëndësishme. Para X kohë del ke njëta gazetë presidenti i Federatës Shqiptare, i Federatës Italiane që thotë që Shqipëria ka arritje të mëdha në futboll. Çdo delegacion i rëndësishëm që vjen këtu, e keni dëgjuar ju si flasin? Jo. Se që gjyqme, e keni parë si fol. Pra, a shifni 2 shpejtësi të ndryshme nga një anë që bëjnë elozhe, futen ke Albania, lujnë aty. Domethënë mendojnë që çfarë zhvillimesh keni ju lumtë si keni arrit deri këtu. Nga ana tjetër, janë këta e ndjejnë në lëkurën e tyre. E pa në Spanjë, jep ky 3-4 tuaj që ke pasur ti japi kështu deklaratën. Kjo për mua është një këmban alarmi. Se tjetër gjë këto që themi ne, tjetër gjë thuhet në botë. Po është kampionati më i korruptuar. Po Edi duhet vërtetuar, dhe ne mund të themi këtu sa duam, është i korruptuar, ushit u ble. Po se vërtetove një gjë, shkon në gjyq. Ndaj duhet pasur dhe ai tani kaloi Adriatikun. Dhe tani thotë si moralisht po flet apo juridikisht? Po edhe moralisht. Po moralisht mendon që ka drejtë juridike mos u merrti. Se ka kush merret me pjesën morale. Ai thotë me pjesën morale. Që duken të vërteta gjërat që thotë ai. Problem moral këtu ai shqetësues apo s'ka? Që presidenti im nuk u shqetësua fare që ne humbëm ndeshje dhe arbitri na penalizoi. Dhe thotë mos u mërzit, vazhdojmë përpara. Po ti jap llogarit trajnerit ai tani. Ore po them, të duket shqetësues apo a janë gjëra që mund të ndodhin në kampionatin tonë këto gjëra? Patjetër që ndodhin. E po atëherë pas të drejtë, po nuk që ndodhin, po nuk mund të thuash që kampionati më i korruptuar në botë. Po mi pra ai sa ka para ai. Po me ka. Ai Sven trajner ka qenë në Ukrainë. Një trajner në seri C ku ishte në Itali. Ai në intervistë ka folur për Shqipërinë, ka folur për Ukrainën. Kur ta pyesin për Ukrainën, thotë për Ukrainën. Ka mori metër krahasimi, pra me ka. Majca ka pa ka djuar, Majca ka pa ka djuar e ka thënë. Krish pra këtu qendron. Po mirë, për mendimin tënd, kush mund të jetë më i korruptuar se ne si kampionat? Me që ti i dik. Po unë s'marr guximin te pas ky Joni që se për të thënë i korruptuar. Bëj kujdes. Po Kapelo, një nga figurat botërore më të mëdha opinionist me Z me peshë, që thotë që mafia e arbitrimit. A e çoi njërin në gjyq atë? Kapelo. Ja e tha para ca ditësh. Ai çoi njërin në gjyq. Mafia e arbitrimit. Edhe nuk është mafia ndete, është mafia që përdoret nga mafia tjetër. Dhe ai duhet të çohet. E shikon, do të çohet. Ky tani po na bën kurtar gjykatë. Një ishte arbitër për mbron arbitrat. Të dalë. Kur thot sill provat. Atë solli UEFA një dosje kaq. Ti si pranon? Dyshime janë ato. Ti si pranon? Dhe ato dyshime. Po ne u dënuam pra me ato. Ne u dënuam. Po ne u dënuam. A u dënuan njëri në Shqipëri? Po ne u dënuam. Do të kërkoj favor të lutem. A mund të fuzësh prodin në telefon lidhje drejt? Prodin më jo, ti japi të përgjigje ky. Sepse ai ka pasur një dosje pasur dënim. Atë se prova. Ti solli prova. Ti solli prova. Për nesër pra, po jo vetëm ishte dosje që shmaron ndeshjet. Vjet 2010, kur ishte aty arbitër. Po më kanë qenë dosjet. Mund të ketë qenë emri jot aty se mbaj më. Po më kanë qenë dosjet. Edhe emri jot ka qenë. Mund të ketë qenë emri. Po ka qenë emri ti. Po për ne po gjek ti kështu. Ai emri dia votkot atë. Jo, s'përfshihet fare, s'përfshihen arbitrat, në ç'lidhje ka ata. Si s'përfshihen arbitrat? S'përfshihen arbitrat, s'përfshihen. Emri arbitrat. Arbitrat ishin Kadri Roshi, ishin aktorë të shmarrë. Dëgjoni, tani mos ishte kulturë. Është kurtimi Electric Car Slovenia, dashur miq, ka sjell Avatar 11 version europian me GBT apo GBT, me shumë ngjyra.
ishme dhe bëm një vizitë aty me Franceskën, makina të jashtëzakonshme. Shkoni se keni ke rruga e kthimit nga Tegu në Tiranë, 2 kilometra, kalon elektrike, ECA, Electric Cars Albania. Dhe sa kohë kemi Kloj për të shkuar publicitet? Jemi okay. Atëherë përshëndesim dhe Tan Stokën. Mi mbrëma diçka për këtë pjesë. Ta fusim dhe Tan Stokën loj, se edhe ai e ka ndër kampionatin. Besoj na dëgjove në këto minuta që po flisnim. Unë jam dëgjova dhe me shumë kanë si e parë do të themi gëzuar vitin e ri, vitin mbar për gjithë dhe për grupin tuaj. Jemi takuar. Me thënë drejtën, kam marrë një verë të mirë për të cilin nga juve dhe më kanë ngjerë në shtëpi akoma, s'kam patur mundësi t'ja u sjell. Klubi e ballë marrëdhënie me Gzim. E ku që po e bën? Tani nga i verë dhe nga i korko gështenj, mos harro gështenja. Po, dhe gështenja të tash. Si për sa i përket deklaratës që ka thënë ndaj Diego Longo, për mua trajneri ka pas shumë drejt. Edhe më vjen shumë keq që bën Jemini si ndinjuar, drejtëtar kur ne dim shumë mirë. Më fal, nëse kampionatin do ishte korruptuar zotë Jemini, do ishte stadiumet plot. Ti këto llogarit, ti s'ka asnjë stadium, sot vjen një stadium, isha dje në Vorë, u inaugurua ndeshja e Vora Partizanit, fuça e re e Vorë, stadiumi i ri, 3000 vend ishte Vora, ne ishim 500 në stadium. Çfarë pret? Po pse ishte e korruptuar ndeshja që si ishte tifoz? Po jo më. Jo, nuk lidhje me atë, po them si logjik. Nuk ndodh. Është logjik. Me një herë. Pastaj fal. Po me besimin e ata. Skënderbeu ka dënuar 10 vjet. Skënderbeu jo do të dënuar 10 vjet. Pse bënin gjithë të injuar, si u ndodh gjë në Shqipëri. Ne kemi folur edhe për çështje sportiv, kemi folur edhe live për ndeshje që neve na kanë dukur të çuditshme. Ore mos i gatroni stash që s'ndodh më, po splitet pa prova, më kjo është gjithë ide. Mirë, Lenci tash i ka. Gjej prova dhe ço, ti thua ti që është i korruptuar. Thuaj. Kameradi jo korruptuar të vendi pas. U ta thon ti valla, ti ke bidat vendosin ndeshjet Lenco. Ta themu që ta si guzoj ndeshje Partizanit të Uta, do guzoj trajneri ai arbitri Radhës. Këto sjellin, Ferratin do sjellin. Ta tuto federata. Ta bëjnë si doj. Çfarë, ne dim gjithë. Pse bënin sigur vini nga Marsi. Në Shqipëri jetojmë. Apo jo. Ne ke pas. Ju kanë ekipet e federatës. Ju edhe kur federata, ti di shumë mirë. Par djeu arbitruat në mënyrë perfekte prap ankojeni, nuk ju gjendet gjua të lutem tani, mos më fute këto. Partizani u ankua me Vorë. Për çau ankua? Jo, nuk ankua, jo, për mua ndjem. Më fal, ndjem, sa them që arbitri. Ka më shumë ndeshën dije. Nuk ankua për ti, jo. Kam qenë në stadium, vetë humbëm. Pa të mundësi me fitu, nuk fituam. Bravo qof Vorës. Nuk bodhi gjë Vora. Pa i është joni, sa them gjë. Edhe goli ishte pozicion i rregullt. Po sepse deklarata e trajnerit brava ishte pak kishte me të gjithë. Në nerva e sipër domethënë. Ishte pak trajneri Partizanit të mbushi ciklin. Për mua do për vitin e ri, ai si për vitin e ri, çfarë dha për Partizanin, për mua do të ikte nga Partizani. Ndër për vitin e ri, ato pikët i mori. Ai u shtoju si tiki trajneri mor. Ai ju mori kur ishit gati duke rënë nga kategoria. Sot ju ka çu kandidat për vend 4 ti do tiki. Po si tiki? Po. Të lutem. Tash nëse do, un kam sy dhe shoh edhe i shoh gjërat. Po Partizani bëri. Partizani bëri një çuri për 7-8 ndeshje radhazi. Ai ka drejtani. Po mirë një ndeshje mund të çeloj. Ishte bëra të gjithë parametrat më burr. Por i do të thonë me për mua do të thonë unë si tifoz shoh Partizani. Dhe po Dinamo që tonë ekipi më mirë, ai ishte shikoj me sy. Tani bëjmë një logjik të tillë. Trajneri e mori Partizanin në një moment shumë vështirë, apo jo? Po. Ashtu. Pak njerëz kishin besim ke ky trajner, për të thënë vërtetë. Po. Thonë dhe sa e refuzuan që se morën. Ku e kanë gjetë të trajner? Ky është trajner për ekipet e moshave, a thatë çu? Gjithë. Po. Ai bëri, nuk e di, 10-9 rezultate pozitive radhazi, ku ishte barazime, fitoi dhe derbin herën e fundit, pra vitin e mbylli si hero, pra njeriu që e mori nga fundi dhe e çoi gati për 4 vendet e para, apo jo? Se ishte shumë larg Partizani, nuk është shumë larg dhe sot nga 4 vendet e para. Si mund të çojë në përmend presidenti i klubit që ta largoj trajnerin në një moment të tillë? Si mund ta çojë në përmend? Si tifoz, jo vetëm mund, shumë tifozë Partizanit që e shohim ndeshjen që e ndjejmë dhe stadium Partizanin, ne mendojmë ndryshe. Unë bashkë me disa të tjerë dhe ju i njihni. O tani ti je tifoz i vjetër, të bëj një pyetje. Kush fiton kampionatin, trajnerët apo presidentët? Tamam, kampionatin ton shqiptar. Ai sa ti nga provojë. Presidenti më dihet. Pra, çka ke tash me trajnerin? Tani ka një gjë. Ka sidomos ky duhet mbështetur. Ja t'jap diçka. Ky duhet mbështet se e para është një herë që është rast i rrallë që vjen mbështetet një i ri. Ishte pa emër fare, dhe gjithë neve treguam atë alergjinë tonë, që ç'është ky, ai e bëri detyrën shumë mirë, na sfidoi të gjithëve.
E tani ta pranojmë, pse mendoj që duhet hequr. Tani ka diçka. Atëherë, Sot Partizani tani ne vërtet i dham vërtet trajnerët e bën me emër. Tash ideja është që ai do të mos po vetë kënaqet. Ja të them diçka. Po vetë kënaqet. Duke parë situatën që ka Partizani sot. Ndodhet në vend 6 me 23 pikë. Ndodhet përkatësisht 10 pikë nga vendi 4, që nuk janë pak pikë, janë 10 pikë. Sot presidenti i Partizanit është në një moment ku duhet marrë një vendim. Pra, vendi 4 është shumë larg, se është 10 pikë, nuk janë pak pikë. Ai duhet thotë, ky është një trajner që do t'i besoj Partizani e vitit të ardhshëm, pra do t'i besoj këtij Partizani, këtij trajneri për Partizanin, apo duhet ndryshoj. Ky është momenti që duhet ta vendosi presidenti nëse është ky momenti I dur për të vazhduar me këtë trajner apo do ndryshojmë cikël komplet. Sepse unë besoj që me këtë humbjen e fundit Partizani I pakson shanset e veta për t'hyrë në kaçe, apo jo? Ose më sakt, ka shumë pak shanse. Është vetëm humbja një, është mënyra si nuk prodhoi futboll, se ka humbi kur ti luan futboll të mirë dhe që ka parametra. Atë ditë Partizani s'kishte parametra, s'vinte keq që humbi. Pra mori më pak se çmeritonte. Ishte dobët fare. Ku ky Partizan më tani aty në fitorëve, si kuptova. Pse u shpërbë me shfusha, me cilë ram dashurinë. Ju them dy raste paralele që të kuptoni logjikën time pse duhet që ky trajner Barecitit. Ti kur vjen trajneri Partizanit, ti nuk mund të thash për objektiva do arrishim se ti ne mama si që Partizani kur erdhi ky. Ti ishim shumë dobët dhe vendi 4 ishte shumë larg. Ti nuk mund të thuash që ky Partizan do ikë në kaçe deklaratën. Un pash dje Ilir Dajen që uzi me Pinarin për deklarat që dha Pinari, drejtori sportiv I Dinamos, nëse edhe dini kemi parasysh se sa ndodhi debati që bëri ndaj me Pinarin. Si tha, kush e di që thua për objektivat e ekipit. Jam unë trajneri, ç'a bëj? Pra e kupton diferencën? Debati ishte ai Çoj deri në fund deklaratën e tij. Ai tha, ç'pun ke ti që thua do dalin kampion, nga ana tjetër thotë që ne ti je për të bler lojtar, për të sjell lojtar këtu. A është kështu vazhdimi? Tash çaj duan, akoma I duan lojtar Dinamos? Akoma I duan lojtar Dinamos? Po ti shiko tani, ti ke nga njëri krah, ke trajnerin më të mirë që ka ardhur me gjithë ato spaleta, me gjithë ato gjëra dhe është në presion, ke dhe një trajner të ri që neve vendosim në presion. Ky trajner I ri, sa pritet si bëri një humbje pa histori, si thot Manushi se aty ka drejt. Jo, më duhet kishte fituar. Nuk pranohen humbjet pa histori, pa raste, pa gjë. Nuk është puna ke penaltia. Puna çka krijon për 90 minuta. Ket një lloj boshti ekipi. Ket një fytyrë që tifozi vet qen drejt. Gazim, lunte në ver, lunte te Dimala. Ta them unë ti pa një gjë. E fillova me te Dimalën të I dhën dorë të rinjve. Tash ti erdhi Garcia, erdhi Martinez, I le 3 muaj pa lut, ishte ve kote, di u futi Martinez pas 3 muaj. Martinez isha rrug Martinez 3 muaj. Ishte Contreras, nuk lunte, pa pritur erdhi Contreras. Pa do të ketë një vazhdimsi ekipi, do të ketë një 11 titullar. Kush janë këto 11 që do luajnë, e kupton? Ne akoma nuk e dim se kush do luajë te Partizani. E lë një person e lëm stol 2 muaj, pastaj kujtojmë se do ky personi. Kjo po them që do trajneri I madh, do të ketë këtë logjik në truk. Këtë mendoj unë. Kjo se është vetëm ke Partizani. Kjo lëvizjes shpesh të formacioneve është kulturë shqiptare, nuk është vetëm ke Partizani. Ti shikoje se si lëvizet ke kombëtarja, pastaj shko poshtë. Shko poshtë. Kjo më nduk për qendrëria menaxherëve, se trajneri s'do ndodhi, dhe po ndodh Shqipëri për fat keq. Menaxherët po luajnë rolin shumë të keq te ekipet shqiptare. Dhe te Partizani njëjta gjë. Unë kështu mendoj dhe kam e pas vet, nuk ka nevojë fare të thotë njëri. Dhe Partizani këtë po them që trajneri, dakord që është I ri, po japim dorë, edhe Partizani po I beson, po do te niveli ti ke rraf vetëm ekipet e fundit, ekipet e fundit tabelës, nuk e rraf as Ignatian, nuk e rraf as Dinamon, nuk e rraf as Elbasanin, nuk e rraf as Vllaznin. Këto rrafësh. Po si rref dot mos se ke atë ekip, si ti rraf? Po e ke pra, I ke lojtarët. Për mua lojtarët janë. Lojtarët janë te Partizani. I ke lojtarët. Po do të jetë ai mungon ai tani që do t'i kalosh këto ekipe, për mua. Nuk e di. Jo, po logjika qendron është. Për mua është logjikë qendron. Sidoqoftë zoti tani, e rëndësishme është që të ruhen shishet e verës të pahapura për ekipin e Pasos. Si mundem digital, ju kam përballë digital, rock digital, vjen Serie A, vjen Formula 1. Si ka dieta siç e ke dash ti. Edhe Champions League ajo është tjetër. Gjitha me Ivenike. Gjitha me Ivenike, ëh? Shumë faleminderit digitalbit. Na thon drejtën. Do të vi abonimin ty fala se e meriton të. Më kam mbaruar abonimi dje, si bëhet? Shumë shpejt do të vi. Si gjithë shqiptarëve me 30% nga oferta se ke deri me këto fjalë që veti ku mbaron abonimin. Jo, i takon fakt. Kjo erdhi fundi, ëh?
Okej, me mbyllim me tanin dhe kthehemi pas pak, vazhdojmë me diskutimin e ndeshjeve të tjera. Rikthehemi live në Top Albania Radio me pason për të bërë dhe një rezume për javën që u zhvillua në këto 2 ditët e fundit në kampionatin shqiptar, ku Teuta barazoi me Dinamon 0-0, Vora fitoi me Partizanin 1-0, Elbasani me Flamurtarin 1-1, Vllaznia Ignati 1-0, ndeshje që e ka bërë tani më interesante edhe pjesën e 4, pjesën e sipërme të tabelës, dhe fitoria e Tiranës me Bylisin 1-0. Nga renditja që shikoi Lorenzo Mini, ndërkohë që përshëndesim dhe Ylli Agën që e kemi në linjë tani në këto momente, nga renditja që shikoi, kampionati më i rëndësishëm ose pjesa më e rëndësishme e kampionatit është fundi, sepse po të shohim Ignati, Elbasani, Dinamo, Vllaznia kanë krijuar një lloj shkëputje nga skuadrat e tjera. Pra, nga vendi 5 to 4 ekipet e para janë 7 pikë larg. 7 pikë janë pikë të konsiderueshme për ecurinë e kampionatit. Ndërsa është rindezur pak kjo gara e Tiranës me fitoren që bëri Mballç dhe me situatën që mund të na shfaqet në javën e vitit. Drejtor, me që kemi Ylli Agën në linjë, më shkruajnë tani direkt shumë ndjekës të Digitalbit kanalit parë dhe kërkojnë nga ne në pasot tabela si ato të procesi. Duhet marrim përsipër që javës tjetër ne ti kemi gjitha këto të atachuar me që jemi në radio për gjithë ju që jeni timon dhe në televizion për gjitha që janë në divanet e shtëpisë. Mirëmbrëma Ylli Aga. Mirëmbrëma. Ylli, si ishte java? Ose ndoshta nëse ke ndonjë replik me Jeminin me që na ndoqën pjesën e parë. Ja, nuk kam replika me Jeminin me që edhe rregulloren e mësuam, kështu që jemi okay. Je po drejtori. Besoj Ylli është në dieni të deklaratës së Longos tek Gazeta dello Sport. Ke një opinion të lutem? Zhgënjimi i madh ta djesh nga Longo sepse realisht në atë vit bëri shumë mirë. Nuk di pse kishte ruajtur për 5 vite atë. Po çaj detyron një si Longo mbas 5 vjetësh këtë lloj shpërthimi? Ose këtë lloj demaskimi? Kërkon vëmendje mos pa punë. E paria nuk e besoj kur që këtë patur atë bisede me presidentin e Kuksit Savegjicin, që ishte njëri që nuk pranonte kur humbje dhe kur dështim, por thënë nga ai nuk duhet të hyndon, nuk kam dërmend ta komentoj më gjatë, por ishte zhgënjim sepse nëse ke gjëra për të thënë, mund të thosh se momenti që ishte këtu, u kthye te Flamurtari, u kthye tek Teuta, dhe u që nga bëri korruptuar tani mas 5 vjetësh kur iku në Gjorgjita. Për pjesën e kampionatit, Glendit e preke me të drejtë atë diferencët e pakta, rezultatet e ngushta, golat e pakta, vetëm 5 gola u shënuan në këtë javë të parë të fazës së tretë. Garën tani më të ngushtuar besoj mes 4 ekipe për çështjen e titullit kampion si Partizani dhe Teuta treguan që nuk kanë forca për të rivalizuar te kjo pjesë, gjithsesi mbeten ende shumë ndeshje për të luajtur, dhe mbetet gjithashtu për të shpresuar që në ndeshjet çerek-finale të kupës apo fituesja e kupës të jetë një nga ekipet që nuk është në 4 ekipet e para të kampionatit që për ta bërë një mini kampionat të Final Fourin. Gjithsesi besoj pjesa më e bukur është pjesa e fundit e renditjes që fitoria e Tiranës, por edhe barazimi i Flamurtarit në një fushë vështirë. Tregoj që kampionati i tyre nuk ka përfunduar, nuk kanë të dorëzohen dhe do ta vijnë garën për të qëndruar mes më të mira. Besoj është një mesazh shumë i mirë për opinionin sportiv dhe tifozërit respektive të gjitha ekipeve. Edhe një pyetje kisha për Lorenzin, ndoshta për penalltinë e Tiranës, se ishte një moment i diskutueshëm i arbitrit Jorgji mos gaboj. Janë disa raste në fakt po i penaltis po merremi tani se nuk e di si do të bëjmë. Për mendimin tim nuk është penallti. Nuk është penallti. Ylli, kontakt minimal. Po qesh Ylli. Po Ylli, kishim një shkrim në gazetë Ylli, edhe thonim Tirana pagoi 5 milion gjop për 2 rebelimet që bëri se u ndëshku me penallti. Tani sa pagoi gjopun i dhan penallti. Tani i bie penaltia s'pas ka qenë, i bie të futën ata në dhomë, krau tjetër. Po mos e besoj gjithmonë Jeminin se nganjëherë apo unë Ylli tani merr përsipër edhe para merr për një rregullore, hajde tregoj këtë penaltin. Ka filluar që nuk e di. Ka filluar bëlqej ky debat. Unë Ylli do i tregoj, do i citoj vetëm një shprehje të Kolinës, më të madh se ai nuk besoj se ka dëgjuar që një rast penaltis duhet të parë kriteri kryesor qëllimin që ka ai që shkakton faull. Ndyrja e portierit. Ai s'ka, ai është në lëvizje
Na tregu pra. Po si të shpjegoj. Portieri, si ta shpjegoj, po. Ka goditjen e parë të lojtarit sulmues të Tiranës dhe në tokë siç është në tentativë për t'u ngritur, pengohet me lojtarin e Tiranës, i cili po jo pengohet, po pengon, jemi. Po ç'a pengon? Çfarë që kanë ndështrimi? Ka një prekje të portierit me sulmuesin ka të parë qëllimi më, domethënë shikoj qëllim, a ka qëllim ai për të penguar lojtarin? A ka qëllim thot Lorenzi për të? Ai po çohet për të vazhduar. Penalltia bëhet pa dashje, ka drejt Ylli. Ai është një moment para se bëj goditje gjithë. Edhe një gjë, Ylli, përveç rastit të penalltisë Tiranës, bëri polemika këtë javë edhe goli i ndeshja e Vllaznis me Ignatian. Jo vetëm goli, aty janë dy raste që janë të dyja. Goli anulluar, më duket, a? Po, është goli anulluar që me gol për pozicion ashtu. Dhe një penallti që për mendimin tim është penallti për Ignatian. Për Ignatian, që mungon një penallti për Ignatian. Dhe ajo dhe goli. Po goli ishte një goditje dhe goli nga hyrja e zonës. Po ka përpara portierit ka një lojtar të Ignatian si duket sikur e pengon portierin. Sa për ta shpjeguar, kriteri bazë në atë lloj rasti është nëse lojtari sulmues ndodhet në zonën e 5 metrave. Ky është kriteri bazë. Sepse supozohet që kur jeni aq afër ti pengon lëvizmërinë e portierit. Ndërkohë që lojtari i Ignatias është jashtë zonës 5 metrave. E para. E dyta në momentin se gjithmonë është kriter qëndrimi në zonën e 5 metrave, është gjithmonë kryesor për të vazhduar më poshtë. Tani, një sekond. Tani, ti të flasim tamam. Po. Në rregulloren e një sekond. Ta flasim me fakte pra, në rregulloren e offside-it. A shkruhet konkretisht kështu? Po, pra që nëse lojtari është jashtë 5 metrë, zonës e 5 metrave dhe është në pozicion ashlohe me lëvizjen e tij e pengon portierin. Pastaj ka elemente të tjera pra, nëse ai ka rrezja portierit ka shumë elemente, por komplekse. Po sigurisht, po aty duhet të shikosh që lojtari i Ignatias në momentin që futet, po them, që kalon, topi ka shkuar, ka qenë në rrjet. Po. Nuk ka, domethënë portieri ka kryer veprimin. Po. I pa influencuar nga. Kaq e thjeshtë. Do më vetë edhe për ta diskutuar me Eminin, jo thjesht për debatuar se njëherë. Ai që më ka bërë përshtypje në rastin e golit anulluar te Ignatias është pozicionimi që ka kryesori Lata dhe vendimi që e merr shpejt pra gjyqtari ansori la gol të rregullt dhe është ai që merr një konfirmim që është më i avancuar apo jo sulmuesi i Ignatias, aty ndryshim sepse më duket që ai që janë në të njëjtën linjë sulmuesin dhe portierin dhe në atë mund këtë bërë pengesë që portieri ta shohë në mënyrën e duhur. Nuk duhet bëj debat. Jo, fare, po për mua ai është një rast që do pak shpjegim. Për mua minimumi ai arbitër duhet ta kishte parë në VAR. Për mua minimumi që duhet bënë, sepse në këto raste ai sa do i vëmendshëm të ketë qenë që ai s'ka dhe ndonjë eksperiencë të them që e kapi se ai është një arbitër i ri tani e ka marrë sistemën e FIFA, ai minimumi duhet ta kishte parë në VAR për të qenë shumë preciz në atë që do jap, sepse është një gol i anulluar, nuk është një faull mes fushës. Më kupton çfarë dua të them? Jo, po. Kështu që vetëm ai më ka ngel në mendje, domethënë pozicionimi që ka gjyqtari që ishte në vi, edhe portierin edhe sulmuesin e Ignatias dhe ndryrja e tij shpejt me dorën lart për pozicionin jashtë. Po kjo meriton interpretim dhe jam okay. Kurse rasti penaltis për mua edhe pse kam parë shumë herët që është një ndryrje me kokë që i bëhet lojtarit e Ignatias, nuk mund të quhet ajo një pengim ose një humbje ekuilibri mbrojtje. Jo, ai shkon e pengon, faull nuk ka vetëm me kam, ka edhe me kokë, ka edhe me dorë, me të gjitha me radhë. O Ylli, patëm një diskutim çfarë me Manushin. Juve keni drejt që gjykoni për një penalti pa dhëna, një rasta, një vendim ansori, mos përputhje me kryesorin, por në vend që të bëhet më shumë thelb të marrë ndeshja Dinamo me Teutën që nuk ka raste. Manushi më tha të kujtohen ndeshjet e kontrollit, tha. Si kujtoi tash, unë i kam gjitha në kasetë tash, ndeshjet e kontrollit. Ishin ndeshje si të vërteta, me gjutje, më tha, kujtoi ta që kanë parë një herë Andrea Margon në një ndeshje, tha, kështu ta kontrolli, tha, me një gol të jashtëzakonshëm. I thash, jo vetëm Andrea, tash, po gjuanin gjithë tash. 90 minuta mos e pa gjuanin dhe ishte futboll shumë i vërtet, futbolli i ndeshjes kontrollit. Tash i shefkin ndeshje dy ekipe me emër, nuk shifshe gjutja në port më rëndi. Ne merremi me offside dhe me arbitrat vetëm. Si ka mundësi, një ekip pretendon kampionatin, teti duhet jetë në kaçe, dy ekipe mbyllën 90 minuta me i kronit kaq të zbez, kaq mirane. Edhe pastaj të dëgjosh se çfarë polemike do bëj trajneri me drejtorin. Edhe në live, aty ngelet. Ç'kuptim ka të ngelet aty historia, pse bën bilar do kot. Çfarë mendimi ke Ylli?
Atëni, unë kam mendimin gëzim që është bërë një ndeshje mjaft e luftuar. Dinamo kishte 11 raste për shënim. Sa vetat plagosur. Tani fala ose Ylli, si po thua? Ishte dorë nga kjo ndeshje luftuar, Ylli. Ishte dorë nga ky term e luftuar. Duke ashtu jo kam Ishte e luftuar ndeshja që na njerëz në stadium. Unë kam njëjtin mendimin. Aga, jo, të lutem. Mendon realisht kështu? Gëzim. Mbaroj Ylli, le ta mbaroj. Ai ishte ndeshje që kishte luftë sportive. Kishte shumë faulla pavarësisht se Xhaja i ka ngel shumë stekën edhe lejoi shumë avantazhe. Kishte shumë kartona. Kishte 19 raste për shënim, 12 me 7 duket ishin të dy ekipet. Kush ngjytet në portë aty, më kë quan rastet tim. Po rastet tim tani ku gjuna. Ti thua rastet tim, por se te ndaj duhet Po këtu duhet bëj Tu dhe trajneri Daja tha ishte ndeshje tha që tani do shohim se çfarë do ndodhi në fundjavë. Kujtojmë edhe ndeshjet. Egnati Elbasani derbi. Kemi ditën e diel dhe Flamurtari Bylis luhen ditën e diel. Të hënën pastaj Vora Tirana, ndeshje direkte, përballje direkte për pjesën poshtë të tabelës. Partizani Teuta dhe Dinamo Vllaznia ndeshjet e ditës së hënë. Falenderojmë Ylli Agën. Ylla erdhi dhe Champions League, nuk e pa fare lumturinë tënde. Vetëm një sekondë, Ylli. Është veçantë sepse luajnë të gjitha skuadrat, të gjitha ndeshjet luajnë për të njëjtën objektiv. Për të njëjtën objektiv, po. Luajnë me njëri tjetrin. Flamurtari Byli, si Vora Tirana. Po, 4 ekipet e para dhe pjesa tjetër mbrapa. Dhe është shumë interesante. Falenderojmë Ylli Agën, por gjithashtu falenderojmë dhe Beauty Point, eksperjenca aroma më të mira të parfumeve dhe të produkteve kozmetike tani vjen pranë teje në çdo pikë të dyqaneve Beauty Point, të cilat i gjeni në adresat Qendra Tregtare Ring Center, tek rruga Minepeza në QTU në Durrës, Shkodër dhe Vlorë. Do të gjeni markat më të njohura ndërkombëtare. Për më shumë informacione mund të shikoni edhe në faqen e tyre beautypoint.al. Bëjmë një shkëputje të shkurtër, edicion informativ në radio dhe pastaj flasim pak për Real Madrid. Në pjesën e dytë në Paso jemi live në Top Albania Radio, po ashtu dhe në digital në kanalin Sport News. Ed Manushi. BioCheck Diagnostic Center, gjithmonë në Paso, laboratori mjekësor privat në Tiranë me 25 vite përvojë. I akredituar me certifikatat ISO, ka standarde të larta cilësie dhe rezultate të sakta. Shpejtësi, efikasitet, çdo gjë jep një zgjidhje vetëm tek BioCheck Diagnostic Center, që sot edhe laboratori juaj. Flasim pak për kampionatin spanjoll, sepse në 3 ditë Reali Madridit humbi 2 trofe, humbi Superkupën në finale me Barcelonën, humbi dhe Kupën e Mbretit në ndeshjen e parë të Arbeloas, e papritshme që një skuadër humbi dhe një trajner e kategorisë dytë si Albacete ta mund të Realin dhe në atë mënyrë. Edhe nga vendi fundit. Ata bëj gol, ata duke rënë dhe nga kategoria e dytë, nga primera. Gati për kategorinë e tretë. Është për të parë se çka e dytë ka atje sa të fortë ishte pas di Barcelonën. Interesante ishte që në ndeshjen e Realit me Albaceten luajtën 11 lojtarë që kanë qenë të kanterës së Realit. dhe dy ishin nga krahu i Realit, tjerët ishin nga krahu i Albacetet dhe ata fituan. E çuditshme është që një skuadër nuk performon dot në atë ndeshje për të kualifikuar me një skuadër si Albacete kategoria 2. Shumë e çuditshme. Si e keni parë Realin në këtë periudhë se ka qenë kryefjala e Europës në këtë ditë? Vero. Unë nëse pash ndeshjen po lexova intervistën e Arbeloas që thoshin edhe media që ishte një intervistë lajthitje e komplet, domethënë. Kishte lajthiti Arbeloa. Arbeloas mbas. Ishte Jerm. Jo, ishte pali që thoshte që edhe po të Jerm, manush si thon spanjisht Jerm? Jerm nuk e di. Jerm për çfarë? I përgjumësh. Dhe Arbeloa domethënë kishte dhënë një intervistë që të gjithë po abiteshin ore këtu është ky apo ka parë në një ndeshje tjetër. Që prap do fusja të njëjtin ekip. Faleminderit Vini që erdhe u prezantove, luajte shumë mirë, sikur Vini vinte, domethënë vetëm për këtë për të luajtur, se kështu e kishin analizuar. Dhe jam krenar për këtë ekip, domethënë sikur jo kishte kaluar, po sikur kishte fituar kupën, ndërkohë që është eliminuar nga Albacete, është për tu habitur shumë. Nuk e di ku se çfarë po ndodh aty tani. Unë them që problemi i madh që ka Real Madridi në këtë kohë është Barcelona, problemi i madh. Sepse vitin e kaluar ndodhi një gjë, ndodhi një revolucion. Ata blen çfarë kërkonin nga merkato e blen. Donin mbrojtës krahut djath, morën më të mirin në botë. Donin mbrojtës qendre. Ku kemon Arnold? Trent Arnold. Që s'ka luajtur fare. Po lëre mos shif sot. Po them çfarë lëvizjes bën ver. Po dhe ky ai ishte më i miri në botë në letra. Më i miri në botë ishte. Ai ishte më i miri në botë. Këto Glendi më i miri në botë. Se mund të ta marrë logjikën, Pra, mbrojtësin më të mirë në botë krahut djath. Po.
Kishin një mungesë në mbrojtjen e qendrës, morën më të mirin që ishte në treg Aizen, mbrojtësi kombëtare spanjolle. Doni një mbrojtës të majt, morën prapë më të mirin qarkullim, Carreras, që sot e kësaj dite vazhdon të jetë më i miri. Bën 3 ndërhyrje në repartin e mbrojtjes, që ishin shumë të forta. Nuk bën ndërhyrje në sulm sepse Gonzalo rezultoi lojtar shumë i mirë në pjesa e plus ishte Mbappéa, ishte Vinicius, ishte Rodrigo, nuk shiten asnjë nga pjesat e vetmja mangësi që bën ata që largimi i Modrić nuk e zëvendësuan sepse menduan që Arda Güler do ishte lojtari që do ta zëvendësonte mirë. Dhe për t'u përgjigjur Real Madridit morën 18 vjeçarin më të kërkuar në botë, që ishte Mastantuono. Pra, në logjikën e presidentit Perez, ata bën lëvizjet e duhura. Ku mungonte, ku kishte mungesa ekipi, ja bën vlerë. Morën gjithashtu në fund trajnerin më të kërkuar në Europë, se ishte trajneri që për 2 vite bëri Super Leverkusenin, një skuadër e pathyeshme që fitoi Bundesligën pas një humbje, që bënte futbollin më të sulmues, më të bukur, pra bëri gjithë ato gjëra dhe në fund ç'a ndodhi? U mundën prapë nga Barcelona. Se kjo ndodhi. Dhe nga kush Barcelona? Nga një Barcelonë që në ver humbi lojtarin më të rëndësishëm mbrojtjes, Inigo Martinez, që iku. S'bën asnjë ndryrë ata për ta përforcuar. Mbrojtësin e krahut majt e çuan qendër. Pra vazhduan të rrotulloheshin prapë aty. Barcelona që ka probleme financiare më të mëdha në këto momente, nuk bën dot as i blerje. Merr vetëm lojtarë huazim. Nuk bën dot blerje sot. Barcelona që luante jashtë fushës vet. Mos harrojmë si ishte në verë, mos shifni tani që është i kthyer në Camp Nou e gjithë gjërat e tjera. Pra, kishin një rival që vjet i mundi në të gjitha ndeshjet. Këtë vit nuk bëri asnjë ndërhyrje për ta përforcuar skuadrën apo vazhdonte të ishte në gjendje kritike dhe sot në muajin janar është përsëri mbi Real Madrid. Si mund ta pranoj Florentino Perez një gjë të tillë kur ka bër 200 milionë euro investime, kur ka skuadër sulmuesin më të mirë në botë, po luan futboll, mori trajnerin më të mirë dhe shikon veten që Reali s'luan futboll. Pra problemi i Realit është Barcelona. Më i mirë, ky 18 vjeçari më i mirë. Janë ata. Janë për komentatorët këto. Janë për Blendi kur është koment. Thot, çfarë është ky 18 vjeçari më i mirë? Ne duhet të kthehemi në 18 vjeçar un pash kush ishte më i miri në botë, pash më ka mësuar Jamali. Ne duhet të kthehemi në dominoj futbollin e burrave. Ai është 17-18 vjeçar nga më të mirët në botë. Jo ky që do të kjo, që investoi, çai kërkuan investonte. Pavarësisht se ata dolën çfarë mund të harxhosh lek, nuk është vetëm Reali që harxhon para. Harxhon para shumë ekipe, për shemb edhe Arsenali ka harxhuar, ka bërë 2 ekipe. Liverpooli 5 milionë. Po doli kampion, do balsamoset ai, do ta përshkatojnë. Po doli kampion. Qartë. Mezi po e presin. Nuk është kështu se do të Blendi. Ke Reali nuk është problem vetëm Barcelona. Ke Reali blihen lojtarët, por nuk blihet lumturia. Aty s'janë të lumtur. Aty s'janë të lumtur me njëri tjetrin. Është Real tjetër në kohën e Zidanes, është Real tjetër në kohën e Vinicius dhe Mbappés. Nuk janë bashk. Ata kanë probleme me njëri tjetrin. Ai sot ky thotë që do vi trajneri, po ai trajneri bëri shumë i Leverkusen. I thash par me humor. Që ai aty ishin 2 trajnera. Një trajner ishte Xavi Alonso, një trajner ishte Granit Xhaka. Granit Xhaka merrte komandën me ekipin. Çfarë? Dhe ata e pranonin vet. Ai ishte si magjistart, aty i dëgjoi fjalët ata dhe i dilte. Shumë herë ku ishin të demotivuar dhe në stërvitje na ka folta. Dhe në stërvitje na kanë gjallur, tha kur kemi qenë për gjumë. Por ama është Bayern Leverkusen, nuk është Real Madrid. Real Madrid ai buri që iku, ai mund të çeri që iku një trajner më i mirë në botë. Po jo erdhi trajneri më i kërkuar në botë. Po ishte trajner më i kërkuar, gjin 6 muaj që luteshin. Një baba futbolli, një njerëz që e di. Ka 2 vjet që është projektu Xavi Alonso për këtë histori. Nuk zihen vendet kollaj manush. Ti iki Modrić, edhe do vika ky Arda Güleri në vend Modrić. Ti iki Ancelotti dhe Zekavenin ky Xavi Alonso. Nuk zihen vendet kështu. Ka investimet të mëdha, janë gigant futbolli. Diçka nuk funksionon ke Reali, se Reali ka fituar me ato 10 minutë futit shmendur, gati edhe një 2 Champions League e ka marrë kështu. Inferioriteti tregohesh në Champions League me Liverpoolin që është tek rraf kollaj këto tjerat. Patjetër që erdhi Manchester City e dominoi Bernabeu, nuk ja fal dot ai të vetes. Barcelona është shumë e rëndësishme në Madrid, se ai jeton për atë. Domethënë, ato janë si vazo kapilare, kur ngrihet njëra ulet tjetra dhe kështu me radhë. Kjo manush ti që e ndjek shumë këtë futbolli. Çfarë mesazhi ti jep kjo ndeshje ti që një ekip i kategorisë inferiore heq Realin? Çfarë ndodh aty brenda ke mbretërorët? Tani shiftu. Kjo bori mbretërorët, çfarë ndodh? Është tronditi institucioni. Un po shikoja orientimet që jepte sot zyra e klubit. Sepse gjithë problemin e kanë që ky zotëri Edemir ditën e shtunë orën 2, që është nesër, luajnë me Levante. Kthehet kampionati.
Dhe ata e quajnë la gran pitalla, presin që nesër të jetë një vërshëllim e madhe kundër lojtarëve. Por edhe ta vërshëllej gjithë stadiumi. Gjithë stadiumi do çojnë kundër lojtarëve, se ata janë të pakënaqur me lojtarët. Dhe realisht e kuptojnë që s'faj Arbelos. Edhe s'pas ka qenë as i Ksavit, po që ka i senatorëve, që bëka çat doka, që kanë futur atë frymë të keqe aty, që s'ka lumturi, që s'ka dashuri, që s'ka mirëkuptim, po themi me fjalë të thjeshta popullore, po të kuptueshme, dhe institucioni sot ka shpërndarë njoftimin që tifozët institucional, që janë ata të veshur me të bardha, u quhen hinchas de la institucion, paguhen për tikur për të gërtitur. Ndërkohë që ata vërshëllejnë, këta do çojnë do duart trokasin. Byro politike brenda stadiumit. Ora një Real Madrid. Di pse janë dy filozofi të ndryshme. Pra, prandaj edhe Glendi thot me drejt. Barcelona e ka dhe fatin e vet, mos se ka kërkuar Pedri një vazhdim të logjikës Iniesta. Shef ka një poster që qarkullon gjithanë. Reali dhe Barcelona. Barcelona ka gjithë të ardhur me flamur spanjoll, me përjashtim të Rafinhës që është brazilian. Reali ka gjithë flamurit e botës dhe i vetmi spanjoll që ka është Carvajal i këtij që do ishte top jar. Po ta zë, për të kuptuar, kjo është gjithë Spanja e vërtet. Lojtar të shkurtër që luajnë topin, asnjëherë ndoshta s'do marrë Champions League-ën, po dashurojnë valla. Dashurojnë Arabi, shumë stadium atje në Arabi, bëri përshtypje, më shumë tifozë kishte Barcelona. Dhe gjithë botën dashuron. Se kush dashuron? Dashuron Pedri, dashuron ai që ledhaton topin, ai që fut thikën. Reali do lutet gjithë jetën me njeriu më të shpejt botë. Kush është Mbappé? Hajde ti këtu, nuk do më të fare skemën ai. Vrapoti, bëni gol atje dhe ai ishte. Nuk është akademia e Realit. Do të vazhdojmë pak diskutime vetëm bëjmë një gjë më pak lojtar të talentuar se Barcelona. Po sarin atje mo. Lorenz, bëjmë një shkëputje shumë vogël dhe kthehemi prapë se më pëlqen ky diskutim. Rikthehemi përsëri duke diskutuar për Real Madridin, për Barcelonën dhe për këtë eliminimin nga kupa që është pak i befasishëm për Realin. Edhe një gjë që duhet thënë në këtë historinë e Real Madridit është dhe ky raporti që kishte Xabi Alonso me lojtarët. Është një video që po qarkullonte në rrjetet sociale ku Mbappé i thot hajde. Dhe u duk sikur të gjithë grupin e kontrollonte Mbappé. Do të thënë kishte disa shenja, nuk është se erdhi rastësisht ky largimi i Alonsos nga Real Madrid. Pastaj po të bësh një rezume sot, ajo që ndodhi para ndeshjes, që ai bëri një formacion. Pra Reali publikoi formacionin me Arda Güler. Pastaj pas 10 minutash e ndryshuan formacionin. Pastaj erdhi Mbappé në finale, udhtoi me avion që të luante ato 10-15 minuta. Domethënë janë disa gjëra që nuk ndodhin dot me një klub të madh, që është Real Madridi. Blendi kishte një shkrim ke gazeta L'Equipe franceze, që thoshte Mbappé ka qenë dëmtuar dhe nuk kishte leje për të luajtur. Kjo është e çuditshme se një doktor do të bëjë 20 ditë pushim për të shënjosur opinionin që Mbappé ka qenë kundër Xavi Alonsos dhe kanë ndikuar nga ata lojtarët për ta hequr, të largu trajnerin. Ka luajtur ato çerekore një aventurë të madhe thoshte me këmbë të dëmtuar për të treguar që unë s'jam ka ata. Unë dua trajnerin, më sakrifikoj për këtë. Dhe tani hajde gjeje tani. Mbappé është pjesë e largimit të tij apo është nga ata që donte ta mbante trajnerin. Vetëm që ka një gjë, që ai e thoshte në thelb, dhe nëse Mbappé ka qenë i ndershëm në raportet me atë, me të tjerët kanë qenë raporte të tjera me trajnerin. Kështu që nuk është vetëm Mbappé atje. Atje s'është vetëm Mbappé. Aty ekuilibrat u prishën kur u rikthye Bellingham nga dëmtimi. Se dita e parë që u rikthye Bellingham, Reali u mund nga Atletico Madrid 5-2. Aty ishte shenja e parë që gjërat nuk po funksionojnë. Pastaj erdhi me radhë humbjet me Manchester City. Situata ndeshja me Liverpoolin, humbja tani me Barcelonën. Janë disa duele të rëndësishme që Real Madrid tregoi që nuk është gati. Dhe në Spanjë po i humbet trofet. Në Europë nuk është mes favoritëve. Ore, më fal Glen se ti. Çfarë do bëj presidenti? Një detaj të bukur më. Çështja është që Barcelona i vuri kupën, më di pse. Arbeloa që nga shoku i djalit të Perezit. Arbeloa që nga shoku i djalit Perez. Si e mori pas ka një lidhje shumë të fortë me në klub si trajneri nga menaxhimi i trajnerit. Nga gjithë plejada që ishin Raul Radjic, vetëm ky ka mbijetuar dhe është aty. Dhe është parë që ai do të vinë, po ju si mendoni, është ai trajneri i ardhmes Real Madrid. Ai ka rrezik, po digjet Digjori, sepse ai mund të ishte për oferta Juve Klopit, po nuk pranoi. Po Klopi si do ishte Klopit nuk ktheu. Si mendoni, do vinte Klopi te Real Madrid ose si do ishte Reali me Klopin? Jo tani. Ai thuhet do të Realit jo një. Dgjoj, thuhet jo, në këtë moment i thuhet. Po. Ai të kishte një real të shëndosh. Kam dyshimin se ai do mendoj shumë. E fut në vija. Po Realin kështu? E fut ai, po. Po nuk ka burnone tani ta kthejmë. Nuk ka çfarë. Po the tani për Realin nuk ka burnone. Shiko Glen, unë them që Jurgen Klopp është edhe presidenti vetë është shumë tek anjoh si Real Madridit. Tregonte për një lidhje manush të Laportës dhe të këtija, që kur ishte ideja e Superligës, ishin bashkëta.
Me Perezin, po. U bën çik si binjak ta. Sa plasi skandali me Negredën, si e ka Negredën? Negredën. Sa plasi skandali tha, filloi distancimi, largime tha, sepse këta po e kujtojnë shpesh dhe po e bombardojnë në median e vet. Po. Që Barcelona nuk e pranojnë dot faktin që Barcelona ka investuar miliona euro për të ndikuar ke arbitrat. Po. Edhe kjo i ka bërë klubet shumë kështu, por ajo sjellja që bën ekipet me njëri tjetrin në Superkup, edhe thoshte njëri tregon fytyrën e vërtet të lidhjeve që kanë presidentët sot. Ka shku inati deri në çelizën e fundit të lojtarët. Por ama ka një gjë, ky Real me Albacetën, thoshte ai që kush nikon këtu thoshte, kush duhet të flasë, kush do të bëjë. Thoshte ai po Luka Modric kur ishte i porulur, mbante kokën poshtë, fliste me vepra. Zinedine Zidane tha, fliste me vepra dhe ai tha, ishte i pari që kollonte. Dhe jep të lojtarët e përulur të urtë, të heshtur që imponoheshin me lojë. Gjithë jetën që shohim futboll dhe dim ta dallojmë lojtarin brenda dhe jashtë fushës, ne të dy të paktën, po dhe Glendin me Jemilin. Ne dim kur lojtari ka personalitet. Po, ky është mallkim, ky Mbappé, ky mund të jetë lojtari më i mirë në botë. Po kudo që është bëhet problematik. Ti ke Parisi problematik. Te kombëtarja mos tjen ata të tjerët që bëjnë me çoka, ai mund të bënte rrëmuj. Kjo Real Madrid topin ai i largohet topit të art, nga vit në vit nuk ka ne shans. E di që më kujton kjo që kujtova Manush, kujtoi histori të bukur. Kur ikëm në 4 të 5 në Bilbao, ju thatë mirë ai që do flejmë Redi Jupin. Unë nuk e qujta në dram të madhe edhe i dola sfidës. Kurse kur iku Mbappé nga Paris Saint-Germain, Neymar i thot këtyre, kujdeste mos e pranoni të dhomë thot. Kush do flerë me atë? Kush do flerë me atë? Kështu që dhe ju jeni paragjykues dhe ata. Duhet të ndalesha në një. Jo, po i diçka se bëre një përmbledhje për Realin, po nuk i dham përgjigje pse është kjo situatë. Ja dhe ti apo ti hodhësi. Për mua problemi i Realit është Barcelona. Jo, s'është Barcelona. Mirë, ky është mendimi im. Barcelona mundin kampionat, po pra, problemi i Realit është Barcelona. Që kur ka se i vjen i natë që një skuadër nuk bën asnjë blerje, është vështirësi ekonomike. Ska unë mendoj që ska asgjë, këta blen gjithçka dhe pastaj secën. Nga viti se e preku gëzimi dhe aty do ndaloj. Që nga momenti që ka ardhur Mbappé, aty gjërat nuk po funksionojnë. Fare dhe Mbappé po funksionon mirë, ai është qendër vëmendjes. Një sekond. Tani se përpara ka qenë Real që pranoi, tani është Mbappé në qendër vëmendjes. Ti thuash, të marrësh lojtarin më të mirë të botës. Edhe të thuash që ky lojtar të kthehet ty në një problem, po patjetër. Nuk ta pranoj dot. Po jo pse ta pranosh, se Paris Saint-Germain kishte Neymar, Messi dhe Mbappé, tre më të mirë të botës. Ai ishte tre gjela mund ta prishin Kotecin. Po një gjel nuk e prish. O Glen, ti thua s'ma pranon. Shumë mirë bën mos e pranon. Unë po të them që e pranon fakti që Reali duke bërë gjithë to blerje që thotë si vjet beri dhe vjet dhe prap s'po ndes. E njëjta gjë ndodhe me Atletico Madridit në 2 vitet e fundit ka harxuar 450 milionë euro. Pra ç'a donte Simeone do mbrojtësin më të mirë në treg. Lojtarin më të mirë spanjoll në treg. Mesfushorin më të mirë spanjoll në treg. Pra çdo më të mirë të vitit kaluar i mori Simeone. Kush jep llogari? Që kë më i mirë në botë i krahut andej Arnoldi nuk luan. Çfarë do të thotë kjo që u mor më i mirë në botë dhe aty nuk e luan? Edhe 70 milionë. Pse e morë? Se kuptoj pse nuk luan ai fakt. Pse e morë? Kur është më i mirë? Dëmtuar në gjysma e sezonit i dëmtuar. Jo, po pse e morë? Pse e bledhe? Po çfarë? Me që the Atletico. Edhe Atletico të njëjtin problem. Po ajo shikon te Atletico është se mirë që marr, po ja rinovuan kontratën Simeones deri në 2030-ën. Dhe ja kanë dhënë klauzolën 1 miliard. Ata mund ta lënë edhe 50 vjet aty. Ai s'ka përfituar si gjë. Aty letri ai. Shikoj edhe një. Ato futboll në vet. Ai e fillon kampionatin. Çaj lojtarë të kundërshtar. E di me çaj ide fillon kampionatin ai. Të mund Real. Jo, inshallah marr kupën e mbretit si. Ore zotri, ai sot kampionatin e kanë dy tjera. Champions League-ën e kanë. Ai klub sot, ai as kupën e mbretit nuk e ka. Ai klub sot duhet ta. Jo 1 miliard. Ulte për ball atë i thotë zotri dashur. Bëm 200 milionë euro shpenzime vjet? Po. Bëre 250 të vit? Po. A morë lojtarët më të mirë që kërkove? Po. A fitove në i gjë? Jo. Vjetë e mbylli kampionatin që në mars. Këtë vit është që në janar, jashtë, çdo gjë. Sa as Champions League është favorit për fituar. Kontrata se këtë po. Po ma shpjegoti, ç'a ndodh? Pse se i gënjen ai ata? Edhe zihet me gjithë dynjan në çdo stadium. Edhe çunit vetë në deri 2-3. Një gjë doja të komentoja me ju 2 deklarata që bën Pep Guardiola dhe Mourinho për Xabi Alonso. Njëri tha, kur luajtën bashkë, ata tha e sugjeroi tha Alonso tha që ti shkoj ideve të veta deri në fund. Pra pak a shumë ajo të vdesi me idetë e veta. Ke me koloni. Po. Kurse Mourinho tha
tha të vdeset me idetë e veta, duhet të jetë budalla, tha, domethënë se si mund të vdesësh me idetë si e i mençur. Pra njeriu që Robi ndryshon. Po, Robi ndryshon. Robi ndryshon, ashtu është e vërtetë ajo. Po ky dy batuta shumë filozofike, po do të shtojmë batutë të tretë. Nuk e njoh Mourinho nuk është Robi ndryshon. Robi thot president ke drejt, po presi, po presi. Unë kam pa një punojës të Federatës Spanjolle të futbollit që është shqiptar, me origjinë shqiptare, quhet tani se ai është tifoz i Spanjës, nuk quhet më shqiptar, me origjinë shqiptare. Dhe ke këmbë të avionit i thoshte Vilarit, presi, Kjago, presi. Vete rata i thoshte, largohem jush. Pra presi, edhe ky i thot, Mourinho thot, presi çat bëj. Po, ti shajm ata. Jo, shaj thot. Shaj ata që mëngjes. Janë dy thënie shumë filozofike, po ti shohësh në Po mirë, po ti lexosh, po ti analizosh, janë të bukura të dyja. Kush i thot? Dgjoj, kush i thot? Se ky Mourinho dyja shumë bukura. Ky Mourinho nuk e ka për të ndryshuar idetë revolucionare, e ka për të qenë me presidentin Mourinho. Po dakor, pra po. Jo, mund ta lexoj edhe ndryshe. Jo, Maglen. Ore kush është qofse ti me idetë tua humbet, pra do thotë që je budalla. Normal, se ti s'mund të ecësh me disa ide që të çojnë drejt greminës. Pra ndryshon kjo që thotë. Sepse këtu Ferguson 5 vjet mori asnjë gjë dhe qëndroi, me idetë e tij qëndroi. Po fitoi. Po mirë, tani çfarë the tani? Tani dhe për Simeone nuk fiton asgjë, e po i shkon brapa filozofisë. Jo, të s'është dakord e pra. Po ky harroi të tretën. Si filozofi. Tha Guardiola. Po. Tha Mourinho, harroi çfarë tha vetë Xavi Alonso. Çfarë tha? Erdha për të servitur mbretëror tha. Gjeta një kopë fëmijë. Ata janë njëri në përgatitje tjetri. Pra futi të treja batutë. Unë tha kur shkoja ke në kursin fjalit dhe analizoi gjithë çështjen tani. Po që puna që ndryshosh është ndryshimi nëpërmjet civilizmit. Që mos ndryshosh kështu dëgjoj tani. I shkon një zyrtar i lartë i Realit, i shkon presidentit Perez. Dhe i ftiste Perezi. Dhe ky i thoshte si urdhron. Dakor, si urdhron. Kur iku nga ani, i tha njëri që ishte çam tha ai. Nuk e kishte mendje me dëgju, kishte mendje me i thon si urdhron. Edhe ky thot merri ndryshoi, thot bëhes. Pa ta gjithë njerëzit, ai është marrur dhe studiuar për atë punë. Ai nga që i priu mbara me mendimet e veta, me filozofinë e vet të Bayer Leverkusen, tash presun që është në ngjitje. Ky president është do historit nuk shkuan. Ky president është, domethënë, është krijuar Real Madrid është krijuar si një entitet, është markë ndërkombëtare brenda territorit spanjoll. Është nga njerëzit më të urryer në Spanjë. Çfarë është me Real Madridit, janë gjithë kundër atit. Ky zotëria doli foli 50 minuta në ditën më të rëndësishme të ortakëve, sepse Mbappéja nuk e kishte fituar topin e artë për shkak të një vote të një gazetari, Vinicius, për një gazetar në Shqipëri. E bëri telendisi Shqipërinë. Edhe një dy vende afrikane që kishin votuar për Rodrigo. Ky zotëria këtu, në vend që atë vit një spanjoll merrte topin e artë, se top art një ka marr Luis Suarez, i dyti është ky, i Gjori. S'ka marr top art as i Gjori nuk do të përdor. I Gjori në kuptimin e Luis Suarez, Luisito Suarez, vitet 70. Pra, ky i Gjori në kuptimin e mirë se është një lojtar që është i jashtëzakonshëm, po mes fushor është, modest është. Nga këta tipat që i pjesë të rrogës e pagon fakirat lagjës, pra është gjithë karakteristika këtu. E keni pashë ai që pa brevet e këtu drejtu më rëndërodës. Asnjëherë si ul. E fut bluzën brenda. Ke City ai sa duhet tregon ai atë. Që dëmtuas po. Po çon si ka ai i ka bër edhe ndoshta orët e veta. Pra do të them, ky personazh ka dorë këtë skuadër. Nga kombëtare hoqi trajnerët e kombëtares, nisu i tha, lëre kombëtare mos spanjollë botror atë shpejt u merr këtë. Pra ky është një lloj pronari është i urryer atje. Dhe gjitha këto janë ca mallkime që merr nga dynjaja aty. Kush Cantera ti prodhon lojtar spanjoll të jashtëzakonshëm. Mak Fidie ç'a ishte? Ishte akmarja e kanteranëve të Realit Madridit. Po sa e bukur sa ajo ishte gjithë filozofia. Ata nuk gjejnë dot hapësira ke Reali. Ajo është nuk guxojnë më këta. Barcelona gati ka guxuar. Barcelona ka guxuar ka 8 nga ata, ka një 4 rrjesh që janë gati tyna ata që kërcenen kështu. Ato që tha, ata edhe shitur janë ata direkt janë. Është kryevepra e emisionit. Ajo është fabula. Që ish kantera e Real Madridit mund Realin. Ishin 11 lojtarë në fushë. Që kishin dalë nga ajo. Kryevepër fare. Lorenzo Mini, kë do falenderosh? Falenderojmë klinikën më të mirë në Tiranë, Dental Med Austria, që na ka kthyer buzëqeshjen hollywoodiane, se e kam mësuar përmendesh. Bëjmë një ndërprerje, publicitet të shkurtër dhe rikthehemi pastaj sepse javën tjetër në Champions League luan Inter Arsenal. Janë dy skuadra sipas statistikave favorite për ta fituar këtë vit. Pjesa e fundit i rezervojmë pak minuta dhe futbollit italian sepse ka një debat nga ndeshja që u zhvillua dje, fitoria e Milanit me Comon 3-1. U pyet mbrapa ndeshjes trajneri i Comos Fabregas, tha ti je më shumë tha për trajnerët që marrin rezultatin apo trajnerët që kushtojnë rëndësi lojës. Si tha ai mendoni ju? Ai unë kam dëgjuar. Le të lexova. Ajo ishte edhe ironike në fakt, se thamë unë nëse luhet kjo ndeshje 10 herë 7 herë fiton Como tha.
Por në këtë rast me rastet që krijoi, me thënë vërtetën, Como meritonte shumë më shumë se nga çdo rezultat. 600 pasime tha, Milani beri 200 dhe tani të fitoj Milani tha me këtë lloj loje. Ai tha që unë nuk e dua këtë lloj loje. Që për thënë vërtetën, Milani është bëri bezdisshëm këtë vit me mënyrën se si luan dhe si fiton. Milani futet në maçë, manushta të vjedh pemën. Shikohet me sy, jo i bezdisshëm. Nuk të kënaqë, nuk të ri. Kur është të konstante në të fitore edhe quhet dhe kënaq tifozin. Problemi është ky që ne duam dhe futboll të bukur dhe fitore, si ky është diskutimi i përjetshëm, nuk është i tani. Kur Reali ishte i fortë dhe i mirë, nuk të mbinte për 90 minuta, po kapte rezultatin. Edhe thonin, fitoi rezultatin, nuk fitoi loja. Tani që është këtu përmes janë shumë njerëz pro kësaj që ndodh, se duan dhe Barcelona që luan bukur, duan dhe fitoren të shkojë nga ana e bukur. Po partida tjetër. Kurse kjo Como tani, Como është për fenomen në Itali. Como luan bukur futboll. Ka kalu kufit e Italisë. Ka kalu kufit e Italisë, Fabregas gjuhet shumë për koncepte, filozofinë që kanë futboll. Como shumë e freskët dhe biles ju tat vet një shembull shumë bukur. Niko Paz, që është ai ka ekipi. Nuk është Reali, Reali ka qejf të harxhoj miliona për lojtarë të tjerë dhe atë do ta kishte atje. Pse është modeli Como që kanë sjellë revolucion në Itali. E tha ky 600.000 pasime, nuk aty ka akademi pafundë për Itali, nuk e kanë në logjika ata. 600.000, po 600.000 prish ky. Po pse bëra 600.000? Bëra 600.000 sepse 600 pasimet për gjithë ekipet zinxhir që bën, nuk e kanë në filozofi italianës që thyrat lloj futbolli. Prandaj flitet Como poshtë lart. Itali nga Catenaccio, por Como në vite ka ardhur gazetar amerikan bëte kronik për Como në futbollit. U habitën edhe ata të gjithë. Niko Pazi është bërë lojtari më i përfolur në Itali nga gjitha vlerat e gjërat. Ore aty dhe Morata nuk po del pension. Pse? E ka rifreskuar te Como. Pra është i skuadër që luft. Ajo që bën përshtypje është sepse filozofia e Milanit nuk është kjo filozofia që ka fut këtë vit Allegri. Allegri, nëse do bënte këtë futboll, kohën e Berlusconit dhe Gallianit, do e kishin heqë si trajner. Do kishte mbaruar punë. Te Juve çfarë futbolli ka bërë? Po një. Në rregull, pra dakord. Si ka sot dy Milanit, por jo, Milani ka filozofi tjetër. Milani thoshte, si thoshte Berlusconi, të fitojmë duke dominuar, jo të fitojmë duke ne të mbrojtje dhe bëj gol edhe thesin ai Nablini si që quhet tani ata. Milani s'ka. Se keni parë, pa ai lojtari Milan që humbi penalti me Nigerin, ai portypte dhe Çumçakis para se gjutë topin. E ky është Milani. Portypte Çumçakis, aty u ka fitaj. Çukueze, çeka. Ka qenë po. Gjyti penalti tani që u eliminon Nigeria, edhe thoshte Çukueze po. Përshtypje tha duke marrë vrulltha, duke përtypur. Gzim, se Milani digital Inter Arsenal të marrë atë kur është? Martër. Hajde, na thuaj çiki gjë për këtë. Ç'është shef Inter Arsenal? Champions League gjithmonë. Se janë dy skuadrat që janë favorite në këtë moment, janë dy skuadra më të forta në Europë. Interi dhe Arsenali. Tani këtë moment do të thotë që Arsenali është më lart se Interi. Është pa diskutim. Ka dy ekipe. Ka një presion të jashtëzakonshëm. Se nga që s'ka fituar asgjë për 20 vjet sa ka që s'fiton gjë, tani shpeshherë e ngarkojnë që duhet të fitoj trofet ku merr pjesë. Kupën e Ligës, Kupën e Anglisë, Champions League, kampionatin, nuk i fiton dot. Fitoj një të paktën. Më nuk fiton dot. Ajo nëse do të vejë reputacionin më të madh që Arsenali ka munguar për vite është të fitoj Champions League-ën. Do bëja kurban dhe Premier League-ën se njëri ishte 7 pikë para dhe e dorëzoi. Sot është 6 pikë para. Çdo ndeshje është e rëndësishme shumë, është finale. Ata dhanë më fort. Manush e peti para ca ditësh tani fituan në fushën e Chelsea-t. Po. Gjithë ato që ka prezente. Kur një Arsenal nuk ka qenë kaq i fortë mbrapa. Chelsea luajti mirë atë në fakt. Të Sol Campbell, i Mauricio të fuqishëm. Thoshte këta dy janë më të mirët në botë, s'ka diskutim ta që janë qendra më e mirë. Nuk më vjen mend një dyshë tjetër ta si Gabriel dhe Saliba. Këta janë tha sekreti i Arsenalit në mbrojtje që ka shtuar peshën si ekip. Por ama që këta të ngelen të vënë gjurmë histori, duhet fitojnë diçka Arsenali. Dhe sot dhe stili dhe edhe emrat e mëdhenj nëse nuk e konkludon dot me një trofe të madh. Ti si tu Manush? Është rasti. Ka pendot, Unë mendoj që është rasti dhe Arsenali mendoj unë nuk do bëjmë gabimet ato infantile që bëhet, është një Arsenal më i bën prapë. E bëri me Chelsea para 2 javë në kampionat, që ishte me 10 lojtar Chelsea, se jam me gzimin e diskutuar, dhe nuk e fitoi dot ndeshjen. Që ishte favorit. Ndesha me Liverpoolin duhet fitohej. Me Liverpoolin prapë duhet se Liverpooli ishte kampioni në fuqi. Po ikën 4 pikë. Dhe Liverpoolin i ka marrë 4 pikë Arsenalit. Që të marrësh kampionatin duhet ja merrsh pikët Liverpoolit. Edhe ajo shenjë e një dobësie. Shiko, gëzim se nuk është aq që do në favorit Arsenal me Interin, se Interi është ekip i fortë. Nuk e di, unë pash me Napoli. Shumë i fortë është, ekip shumë i fortë. Ditë pati dhe polemika shumë të forta me Conten që domethënë
ai nifet për këto shpërthimet, po atë ditë ishte evidente. Atë ditë unë kishte ne gjë për tu penaltia që shkaktoi Ramani. Do shohësh Interi me Arsenalin se sa limite ka Interi. Prit të flit nesër. Shiko Edi, e mban mend finalen Manchester City Inter? Po. Që Interi nuk ishte fare favorit. Po. Dhe atë ditë Interi ka luajtur aq mirë sa po ta bënte atë golin Lukaku vetëm me portierin, do flisnim ndryshe. 1-0 fitoi Manchester City. Po finale nga herë janë çik vështira, po Manchesteri Interi këtë vit është ekipi fort. Është ekipi fort, do të them që ata kampionat italian do ta fitojnë. Nuk besoj që 6 pikë ka ikur nga Napoli. Jo, është nga 3 pikë nga Milani, po them që vetëm nëse ndikon shumë Champions Liga që ta lodhi skuadrën dhe mos të marrë disa fitore me të voglat. Po Interi këtë vit me të voglat fiton shumë kollaj që dhe me ato fitohet kampionati me të voglat. Milan ka mundur këtë Inter, ë? Ka mundur më Lorenzo. Nuk e di tani, un jam çik simpatizant i Milan, po prapë është skuadër shumë nuk është një skuadër që të josh kur e shikon. Do ti je gjithmonë me merakun që do fitojmë, do dhe kur fiton 1-0. 1-0 pa loj fare. Aty mund të ri 40 minuta vetëm qarkullim topi mes fush. Herë merr njëri, herë tjetri, nuk ecën loja fare. Pastaj ka edhe një dilemë me tis tifozëve të Milan. Nuk mbarojnë ndeshjen. Milani ka mësuar ata me loje me lavdi. Po kjo është pra që ti do ndryshosh komplet ti mendimin se ti e ke shijuar atë Milanin e ti tani do bësh pragmatist. A që thot klienti është vërtet, nuk ka qenë kurrë. Ai do objektivit, ai do në fund. Kaq pragmatist është Champions League mbarova. Edhe Markaton që kanë bërë emra, që kanë bërë. Ka ku shkon gzim, sepse vjetër ishte. Që kanë shkuar deri këtu. Manush për mua është një lloj befasie, si Tare, si ai deri këtu ku janë. Edhe me këtë Milan që kanë. Nuk ndodh shpesh. Në fakt duket ka një gjë të vërtetë. E kanë kapërcyer që Gylberin. Kanë vjedhur diçka nga Baçja, ke drejtë. Një skuadër fitoi kampionatin, të luajë dhe bukur është pak e vështirë. Domethënë, aq më tepër në Itali. Në Itali këto vite fundit vetëm Napoli me Spalletin e ka bërë që bënte futboll të bukur dhe fitoi me merit. Po edhe vjet luajti më prapë kontrash aty, domethënë ca ndeshje nuk fitohet kampionati me lojë të bukur. Haroja. Nuk fitohet dot jo. Ka dyshime. Në ca ndeshje tani ne na pëlqen filozofia apo jo, po një skuadër në fitojimin e kampionatit është konstante. Mbaj mendur një herë ka fituar Labinoti kampionat. I pëlqen sa me Agalliun, me Laken atje, po ishte konstant kjo gjë vetë valla. Tënge, kështu që asnjëherë s'ka rastike kampionati. Në Angli po ndodhin disa lëvizje në mercato befasuese, duhet thënë. Sepse Manchester City mbasi ka marr Semenion, lojtarin që është më në formë i Premier Ligës i Bournemouthit, është shumë afër dhe Guehi, mbrojtësi i Crystal Palace, është mbrojtësi prapë më i miri i kombëtarës në kombëtare, por edhe i Premier Ligës të vit. Kështu që janë dy lëvizje që po bën City, që po tregon se edhe pse është 6 pikë mbrapa, nuk është dorëzuar në garën që ka me Arsenali. Jo. E kanë këtë Champions League. Po gjitha bashk. Janë shumë pretendentë. Janë gjitha bashk. 6 bashk. 6 pikë. Janë hiças 6 pikë nuk kanë asgjë. Po ishte më shumë para 2 vite, e mban. Ishte kemi ardhur fund. Jemi në fund. Falenderoj me Manushin, Lorenzo Mining, Cinematin dhe Guxifrit liçeni i Lepurit, e transmetojmë. Liçeni i Lepurit. Okej. Me pason takohemi të premten tjetër, deri atëherë miru dëgjofshim dhe miru pafshim.